Ato që e njohin e din që Valoni është i sprovuar edhe me syt, domethënë i verbër. Si e kishe komentuar Valon këtë? Pa i sunat është normal edhe për mua, domethënë nuk ka qenë lehtë më koni sprovuar, domethënë me çështjen e syve. Se tash për shembull dallon edhe sprova prej sprovës. Kuptohet domethënë sprova e syve nuk është edhe e lehtë, a din se një fjalë që thonë pa unë lëkurën tonë nuk kërkush smunat me ditë. A din për na vetë kena përjetuar domethënë se sa është e vështirë, shumë sidomos në periudhën e fundit, koha domethënë është bërë dinamike. Gjithmonë dikush duhet me të ndihmu, je i varur për dikuna që me shkutin në dyqan apo deri me kryen një shërbim apo në xhami për shembull, gjithmonë duhet me qenë dikush afër teje. Po, mëse ka caktuar domethënë Allah i këtë sprov, prap alhamdulillah dhe s'kena ku më shkuar, dhe unë jam prap i pajtimit edhe jam i kënaqur me këto që e kam. Po thu elhamdulillah, domethënë e falenderoj Allahin pse i sprovu. Po normal tash, domethënë ka mujt ndoshta me diçka tjetër më sprovua, apo kupton? Ndoshta diçka shumë më keq se sprova jeme. Tash për shembull ka raste tjera për shembull që nuk du me ofendu kërkon për shembull ko njerëz që janë sprovuar për shembull me lëvizje, që sun lëvizin domethënë në karroca janë, ata domethënë tash edhe duhet me çu dikush edhe për shërbime personale, për shembull në toalete këto sa. Po ato për shembull unë i kryj vet në një terrenin këtë sanat i bëj vet, pastrona gjitha sanat i bëj vet atë. Nuk është një problem i madh. Domethënë më herët më paston dikuna që shikimi është e kish marr diçka din ku më di se çka është problem i madh mos me pa, po sot për sot domethënë edhe me shoqërinë që rri thonë na nuk e shohim si sprov për shembull të ju që nuk po shihni atë se shumë jeni më tallë edhe se na, edhe domethënë e majmë vetën edhe tash kjo alhamdulillah është edhe dhunti prej Allahut që na ka dhënë, nisa na ka marr, por shumë sa të tjera na ka dhënë. Alhamdulillah. Kur për herë të parë kështu ballafaqova me sprov apo ke qenë për lindje si? Pa i suno me fol realitetin, domethënë tash shkenca thotë që kjo smuj është trashëguese. Domethënë tash po në kohë të fundit domethënë që i kanë bërë disa analiza do testet gjenetikës. Mjek thonë që nuk është gjenetike. Tash aty prapse Zoti din mas mirti, domethënë është trashëguese apo janë apo masane. Por ne si fëmijë e kena kuptuar shumë vonë. Unë domethënë te moshën 11-12 vjeçare kam lëviz vet, kam lut me top vet, kam vozit bicikletën vet. Deri në moshën 13-14 prap kum dal kam lëviz vet, kum shku domethënë më herët ushtosha ka pak fitness aty në mahall. Shkojsha edhe vet. Domethënë po ka filluar çatër domethënë mu paraqit pak më tepër pengesa e syve. Domethënë në moshën 15 vjeçare ke pa qartë. Deri në 13-14 kum pa, po tana pi atyshit ka filluar me vështirësi. Po edhe moshën 10-11 vjeçare u ka vrejt që e kam probleme, domethënë po jo në atë mos që kanë mujt me kuptu njerëzit në shikim të parë ose për një herë që kanë problem me shikim të syve. E pastaj domethënë ka filluar të urrit. Në shkollë mesme, domethënë ka filluar një ramje shikimit kogja. Po prapse s'është keq, apo të mirë është alhamdulillah.